Një hyrje e papritur në shtëpinë e Big Brother VIP Albania ka tronditur plotësisht atmosferën dhe ka krijuar tensione të reja mes banorëve. Bëhet fjalë për hyrjen e ish të dashurës së Mateo, Edis, e cila ka shkaktuar menjëherë reagime të forta emocionale, sidomos tek Mateo dhe Brikena. Që në momentin kur Edis hyn në shtëpi, atmosfera ndryshon krejtësisht. Banorët mbeten të habitur nga kjo hyrje surprizë, ndërsa vëmendja përqendrohet menjëherë tek reagimi i Mateos. Ai duket i tensionuar, i pasigurt dhe qartësisht i tronditur nga prania e saj. Sjellja e tij ndryshon, ai bëhet më i heshtur dhe duket se nuk ndihet rehat me situatën e re që është krijuar. Shkaku kryesor i këtij tensioni duket të jetë fakti se Mateo tashmë ka shprehur hapur ndjenjat e tij për Brikenën. Marrëdhënia mes tyre ka qenë një nga më të komentuarat brenda shtëpisë dhe hyrja e ish të dashurës së tij rrezikon të prishë balancën emocionale. Debati mes Brikena dhe Mateo ka krijuar tension të madh në shtëpi, duke tërhequr vëmendjen e të gjithë banorëve. Situata nis nga një bisedë thjesht mes tyre, por shumë shpejt kthehet në një përplasje të fortë emocionale. Brikena, dukshëm e acaruar dhe e ngarkuar emocionalisht, i drejtohet Mateos me tone të ashpra duke i thënë ta lërë rehat, të mos i flasë më dhe të mos qëndrojë pranë saj. Ajo shprehet se ka nevojë për hapësirën e saj personale dhe nuk dëshiron që ai ta ndjek apo të përpiqet të afrohet me të në çdo moment. Në fjalët e saj vërehet qark një ndjenjë pasigurie dhe dyshimi. Ajo i thot Mateos se nuk është e sigurt për qëllimet e tij dhe se disa nga veprimet e tij e kanë bërë të mendojë shumë për marrëdhënien mes tyre. Sipas saj, sjellja e tij ka ndryshuar dhe kjo gjë e ka bërë të ndihet e lënduar dhe e zhgënjur. Mateo përpiqet të kuptojë se çfarë po ndodh dhe e pyet vazhdimisht pse ajo po reagon në këtë mënyrë. Ai i thot se nuk ka bërë asgjë me qëllim për ta mërzitur dhe se gjithmonë ka qenë i sinqert me të. Ai shprehet se nuk e kupton arsyeën e këtij reagimi të fortë dhe kërkon një shpjegim më të qartë.
por Brikena vazhdon me qëndrimin e saj të prerë. Ajo i thot se nuk i pëlqen fakti që ai përpiqet të jetë gjithmonë pranë saj dhe se kjo gjë e bën të ndihet në presion. Ajo thekson se ka nevojë për kohë për të menduar dhe për të kuptuar ndjenjat e saj, duke shtuar se nuk dëshiron të detyrohet në asnjë situatë. Gjatë debatit, ajo shpreh edhe dyshimet e saj për sinqeritetin e Mateos, duke lënë të kuptohet se ndoshta ai nuk është aq i qartë sa pretendon. Ajo i thot se disa veprime të tij nuk përputhen me fjalët dhe kjo e ka bërë të humbas besimin që kishte më parë. Mateo duket i surprizuar nga këto akuza dhe përpiqet të mbrojë veten. Ai shprehet se gjithmonë ka treguar respekt ndaj saj dhe se ndjenjat e tij kanë qenë të vërteta. Ai i kërkon Brikenës të mos e gjykojë pa e dëgjuar dhe të mos marrë vendime të nxituara. Megjithatë, Brikena mbetet e vendosur dhe i përsërit se për momentin nuk dëshiron asnjë afërsi me të. Ajo i kërkon qartë të mos i flasë dhe të mbajë distancë, duke thënë se kjo është e vetmja mënyrë që ajo të ndihet e qetë. Debati bëhet gjithnjë më emocional, me tone të larta dhe tension të dukshëm. Banorët e tjerë fillojnë të vëzhgojnë situatën dhe disa prej tyre përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar atmosferën, duke u sugjeruar të dyve të flasin më vonë kur të jenë më të qetë. Pas përplasjes, Brikena largohet e nervozuar, ndërsa Mateo mbetet i shqetësuar dhe i hutuar nga reagimi i saj. Ai diskuton me banorët e tjerë duke thënë se nuk e kupton ndryshimin e papritur të sjelljes së saj dhe se dëshiron vetëm të sqarojë situatën. Ndërkohë, në shtëpi fillojnë diskutimet për arsyet e vërteta të këtij konflikti. Disa banorë mendojnë se reagimi i Brikenës vjen nga ndjenjat e forta dhe konfuzioni emocional, ndërsa të tjerë besojnë se ajo ka dyshime serioze për marrëdhënien me Mateon dhe për sinqeritetin e tij. Atmosfera mes tyre mbetet e thellë edhe pas debatit. Të dy qëndrojnë larg njëri tjetrit dhe tensioni ndihet në çdo ambient të shtëpisë. Ndetet për t'u parë nëse kjo përplasje është vetëm një moment krize apo një ndarje përfundimtare mes tyre, ndërsa dyshimet dhe pasiguritë vazhdojnë të rëndojnë marrëdhënien mes Brikenës dhe Mateos. Debati mes Selina dhe Miri përshkallëzohet shumë dhe krijon një atmosferë të rënduar brenda shtëpisë. Gjithçka nis dhe një diskutim i tensionuar mes tyre, ku Selina shprehet hapur e acaruar me sjelljen e Mirit dhe mënyrën se si ai sillet ndaj saj kohët e fundit. Selina, me tone shumë të forta, i drejtohet Mirit duke i thënë se ai ka nevojë për psikolog, pasi sipas saj sjellja e tij është e çuditshme dhe e papranueshme. Ajo shprehet se nuk ndihet rehat me faktin që Miri, sipas saj, po i shkon vazhdimisht nga pas dhe po përpiqet të jetë pranë saj edhe kur ajo nuk e dëshiron këtë gjë. Kjo situatë e bën atë të ndihet e shqetësuar dhe e nervozuar. Ajo vazhdon të shpjegojë se i ka dhënë shumë herë sinjale të qarta se dëshiron distancë, por sipas saj Miri nuk po e kupton ose po zgjedh ta injorojë qëllimisht këtë gjë. Selina shprehet se çdo person duhet të kuptojë kufijtë dhe respektin ndaj hapësirës personale të tjetrit, duke theksuar se për të kjo është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër, Miri përpiqet të mbrojë veten dhe të justifikojë veprimet e tij, duke thënë se nuk ka pasur asnjë qëllim të keq dhe se thjesht ka dashur të komunikojë dhe të sqarojë disa gjëra me të. Ai shprehet se ndjen se Selina po e keq interpreton sjelljen e tij dhe se po e sulmon pa arsye. Kjo përgjigje e irriton edhe më shumë Selinën, e cila vazhdon me akuza të forta duke thënë se nuk i pëlqen fakti që ai vazhdon ta ndjek nëpër ambiente të ndryshme të shtëpisë dhe përpiqet të hyjë në biseda me të edhe kur ajo nuk është e interesuar. Ajo thekson se kjo sjellje e bën të ndihet në presion dhe se nuk dëshiron të ketë asnjë afërsi me të. Debati bëhet gjithnjë më i ashpër, me tone të larta dhe akuza të ndërsjella. Banorët e tjerë fillojnë të mblidhen përreth për të parë se çfarë po ndodh, ndërsa disa prej tyre përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar situatën dhe për të shmangur një përshkallëzim edhe më të madh të konfliktit. Selina vazhdon të shprehet se për të respekti është gjëja më e rëndësishme dhe se askush nuk duhet ta detyrojë të qëndrojë pranë dikujt nëse ajo nuk ndihet mirë. Ajo përsërit se nuk i pëlqen fakti që Miri po i shkon pas dhe se kjo gjë duhet të ndalet menjëherë. Miri, ndërkohë, duket i prekur nga akuzat dhe përpiqet të shpjegojë se nuk ka dashur ta shqetësojë, por vetëm të flasë me të dhe të qartësojë keqkuptimet mes tyre. Ai shprehet se nuk e kupton pse Selina po reagon kaq ashpër dhe se situata po zmadhohet më shumë se ç'duhet. Pavarësisht përpjekjeve për sqarim, tensioni mes tyre mbetet i lartë. Selina vazhdon të mbajë një qëndrim të fortë, duke thënë se nuk do të tolerojë më këtë sjellje dhe se pret që Miri të respektojë vendimin dhe distancën që ajo kërkon.
Banorët e tjerë komentojnë situatën mes tyre, duke diskutuar për atë që ndodhi dhe për ndikimin që ky konflikt mund të ketë në marrëdhëniet brenda shtëpisë. Disa mendojnë se situata është thjesht një keqkuptim që mund të zgjidhet me një bisedë të qetë, ndërsa të tjerë besojnë se marrëdhënia mes tyre është tashmë shumë e tensionuar. Pas debatit, atmosfera në shtëpi mbetet e rënduar dhe të dy vazhdojnë të qëndrojnë larg njëri tjetrit. Situata lë shumë pikpyetje për mënyrën se si do të zhvillohen marrëdhëniet mes tyre në vazhdim dhe nëse do të ketë një pajtim apo konfliktet do të vazhdojnë edhe më tej. Tensionet në shtëpinë e Big Brother VIP Albania arrin kulmin kur dy banore, Selina dhe Juela, përfshihen në një debat të ashpër që përshkallëzohet deri në një përplasje thuajse fizike. Gjithçka nis nga një diskutim i thjeshtë, por shpejt del jashtë kontrollit, duke krijuar një atmosferë jashtëzakonisht të rënduar mes të gjithë banorëve. Fillimisht, debati nis me akuza dhe kundër akuza. Selina shprehet e revoltuar për disa komente që, sipas saj, Juela kishte bërë pas shpine. Ajo e akuzon Juelan për pasinqeritet, duke theksuar se Juela ka tentuar të prish marrëdhëniet e saj me banorët e tjerë të shtëpisë. Kjo akuzë e drejtuar nga Selina, një balerin, moderatore dhe influencer e njohur, e cila ka qenë pjesë e Big Brother VIP Albania 5, ndes menjëherë kundërshtimin e Juelas. Nga ana tjetër, Juela Nikoli, një këngëtare e njohur që ka hyrë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, nuk tërhiqet. Ajo i përgjigjet Selinës me tone të larta, duke mohuar kategorikisht çdo akuzë dhe duke pretenduar se Selina po e egzageron situatën në mënyrë të pajustifikuar. Juela, e cila ka pasur një histori personale të dhimbshme, ku ka humbur të fejuarin dhe motrën në një ngjarje tragjike, ka theksuar se kjo e ka bërë më të fortë dhe më të vetëdijshme për atë që dëshiron në jetë. Me kalimin e minutave, tensioni rritet gjithnjë e më shumë. Të dyja fillojnë të flasin njëkohësisht, duke ngritur zërin dhe duke mos lejuar njëra tjetrën të shpjegohet. Kjo dinamike e debatit verbal është e zakonshme në Big Brother VIP Albania, ku përplasjet janë bërë shpesh pjesë e lojës dhe tërheqin vëmendjen e publikut. Edhe incidentet të tjera, si përplasjet fizike apo dhuna verbale, kanë çuar në penalizime apo përjashtime nga shtëpia në edicionet e kaluara të Big Brother, duke treguar seriozitetin e situatave të tilla. Situata bëhet edhe më e rëndë kur Selina e akuzon hapur Juelan për tradhti dhe i thotë se ajo është një vajzë e pabesë që nuk meriton besimin e askujt. Këto fjalë godasin thellë Juelan, e cila reagon menjëherë duke iu afruar Selinës me nervozizëm. Debati verbal shpejt kthehet në përplasje fizike, pasi të dyja afrohen shumë pranë njëra tjetrës dhe fillojnë të shtyhen. Në atë moment, ndërhyjnë menjëherë banorët e tjerë të shtëpisë, të cilët përpiqen t'i ndajnë dhe të qetësojnë situatën. Disa prej tyre vendosen mes tyre për të shmangur një përshkallëzim edhe më të madh të konfliktit, ndërsa të tjerë përpiqen t'i bindin të qetësohen dhe të flasin me qetësi. Selina vazhdon të jetë shumë e revoltuar edhe pasi ndahet nga banorët, duke përsëritur se është zhgënjur thellësisht nga sjellja e Juelas dhe se nuk e priste kurrë një qendrim të tillë prej saj. Ajo shprehet se kishte menduar se mes tyre kishte respekt dhe mirëkuptim, por sipas saj gjithçka ka qenë thjesht një maskë. Nga ana tjetër, Juela duket po aq e prekur nga situata dhe përpiqet të mbrojë veten me forcë, duke thënë se akuzat ndaj saj janë të padrejta dhe se Selina po e sulmon pa arsye. Ajo deklaron se nuk ka tradhtuar askënd dhe se nuk ka bërë asgjë për të cilën duhet të ndihet fajtore. Kujtojnë se Juela ka qenë pjesë e nominimeve më herët, gjë që mund të ketë shtuar tensionin mes banorëve. Banorët e tjerë mbeten të tronditur nga ajo që ndodhi dhe komentojnë mes tyre për përshkallëzimin e shpejtë dhe dramatik të situatës. Disa përpiqen të qetësojnë Selinën duke i kërkuar të reflektojë dhe të mos marrë vendime të nxituara në gjendjen emocionale, ndërsa të tjerë flasin me Juelan për ta qetësuar dhe për të shmangur tensione të tjera. Në Big Brother VIP Albania, rregullat janë të qarta dhe sjelljet e dhunshme apo të papranueshme mund të kenë pasoja serioze. Edhe shkeljet e rregullave të televotimit mund të çojnë në penalizimin e të gjithë banorëve. Pas përplasjes, atmosfera në shtëpi mbetet shumë e rënduar. Të dyja vazhdojnë të qëndrojnë larg njëra tjetrës, ndërsa banorët përpiqen të rikthejnë normalitetin dhe të kuptojnë se çfarë e shkaktoi në të vërtetë këtë konflikt kaq të madh. Diskutimet vazhdojnë për orë të tëra, ku secila palë jetë versionin e saj të ngjarjes. Selina shprehet se për të besimi është shumë i rëndësishëm dhe se nuk toleron pabesin në asnjë formë. Ndërsa Juela këmbëngul se është viktimë e një keqkuptimi të madh, duke theksuar se nuk ka pasur asnjëherë qëllim të keq.
Situata mbetet e paqartë dhe tensionet mes tyre nuk duken se do të zgjidhen lehtë. Një konflikt I tillë pritet të ketë pasoja të forta brenda shtëpisë, pasi mund të ndryshojë plotësisht dinamikat mes banorëve, duke krijuar aleanca dhe ndarje të reja. Mbrëmja kishte rënë e rënë mbi shtëpinë. Dritat e zbejtha krijonin një atmosferë të tensionuar pas përplasjes që kishte ndodhur më herët mes Gertës dhe disa prej banorëve. Fjalët kishin qenë të forta, zërat të ngritur dhe energjia në shtëpi dukej sikur kishte ndryshuar krejtësisht. Gerta u largua nga debati me sytë e mbushur me lodh. Ajo përpiqej të dukej e fortë, por emocionet e kishin pushtuar. Në momentin e rrëmujës, kur tensioni ishte në kulm, një veprim I papritur nga Rogerti, që e kapi nga pas në mënyrë të papërshtatshme, e tronditi edhe më shumë situatën. Ishte një moment I çuditshëm, I paqartë, që shtoi edhe më tepër ngarkesën emocionale të asaj nate. Ajo u drejtua për në dhomën e gjumit, duke mos dashur të përballej më me askëm. Lotët I rritnin pa pushim. Ishte një përzierje zemërimi, shkënjimi dhe lodhjeje. Selini, që e kishte ndjekur gjithë situatën në heshtje, nuk e duroi dot ta shihte në atë gjendje. Ai hyri ngadalë në dhomë. Nuk foli menjëherë. U ul pranë krevatit ku Gerta ishte shtrirë, me fytyrën e mbuluar nga jastëku. Mos e çaj kokën, I tha me zë të ulët. Nuk ja vlen për askën këtu brenda. Ajo nuk foli. Vetëm mori frym thellë, duke u përpjekur të qetësojë. Selini u shtri pranë saj, duke u përpjekur t'i transmetonte siguri me praninë e tij. Ai e preku lehtë në krah, si për t'i treguar që ishte aty. Kur ajo ngriti kokën dhe sytë e tyre u takuan, momenti u bëi heshtur, I ngarkuar me emocione të pathëna. Pa shumë fjalë, ai u afrua dhe e puthi lehtë në buzë. Ishte një puthje e qetë, jo për spektakël, jo për kamerat, por si një gjest mbushëllimi dhe afrimi të tij. Një mënyrë për t'i thënë janë këtu. Gerta mbylli sytë për një çast. Nuk ishte zgjidhje për konfliktet e shtëpisë, as për tensionet që do të vazhdonin, por në atë moment të vogël, ajo ndheu një grim qetësie. Jashtë dhomës, shtëpia vazhdonte me shurmat e saj të zakonshme, me diskutime e strategji. Brenda atij krevati, megjithatë, koha dukej sikur kishte ndalur. Ishte një natë që do të mbetej gjatë në kujtesën e tyre, jo vetëm për debatin, por për mënyrën si emocionet I afruan më shumë se kurrë.